Situata shumë keq. Situata mos zimo nuk ka si e ka bë Edi Rama. Edi Rama kishte qenë armiku më i tërbu. Ai dhe me thonë hajduti më i madh. E vëth Shqipërinë, e shiti Shqipërinë, me ballukën. E ne nuk e lëshon, nuk dën me shu. Na ka bën zero dhe me thonë, pensionet cikën e, të rritë kanë hikë kretë, kemi gëllë në pletë. Që e ka bën ai, i Rama nuk e ka bën as Enver Hoxha, as kush nuk e ka bën ma zima. Ai duhet të largët minjëherë, ai duhet të shkojnë në burg. E maskara, e hajdut, me ballukën. Çka thëmë në tonë? Pakujdesia gjëra që ndodhin gjithë botën, s'është vetëm këtu. Po për efektivin e policisë që u vra? Gjëna thoshte për ato, po sa i bën kriminal, nuk bën gjë. S'ka modhem. Veni qesa qetë, është i sashtë. Kur ishte ai madh i kombit, Enver Hoxha. Tani rumpahane, të vra për ditë. Mirë pafshim tash. Kaq. Faleminderit.